Shqipërisë është një kryqëzim. Janë këta që duan modelin Dubai, duan modelin e betonit, kullave, parave të pista, punëtorëve të huaj, autokracisë, dhe jemi ne që duam modelin evropian, modelin e ekonomisë lirë, modelin e inovacionit, të demokracisë dhe të shtetit të së drejtës. Kjo është një përplasje forcash. Kush është më i fortë do ta fitojë këtë betejë. Që ta fitojmë këtë betejë, kemi nevojë për vullnetin politik që po shprehim këtu në shesh përmes kësaj proteste, një vullnet politik që thotë Shqipëria nuk shitet, Shqipëria është shqiptarëve, por kemi nevojë dhe për drejtësinë. Ne kemi nevojë për një drejtësi të vendosur dhe të pavarur, por dhe ata kanë nevojë për legitimitetin popullor, sidomos në këtë moment kur po goditen nga gjitha anët e politikës. Ne e përgëzojmë prokurorinë e posaçme për punën që ka bërë deri tani dhe e inkurajojmë që ta thellojë hetimin dhe të shkojë deri tek majat e piramidës. Me sa duke do të ndërmarrë dhe një aksion këto ditë, përflitet se do të dërgohet për herë të dytë kërkesa për arrestimin e Ballukut në parlament. Herën e parë ne nuk ishim në shesh, por tani jemi. A jemi të gatshëm të gjithë në momentin që kjo të ndodh, ta rrethojmë atë parlament derisa të miratohet kërkesa? Atëherë duhet ta bëjmë. Ne do vazhdojmë të jemi në shesh çdo ditë në momentin që do marrim vesh që ajo kërkesë është dërguar në parlament, do duhet të sposohemi atje dhe ta rrethojmë parlamentin. Dhe kjo është betejë decizive për të ardhmen e Shqipërisë. Duhet fitojmë ne, duhet fitojë Shqipëria shqiptarëve, Shqipëria që nuk shitet. E mrekullueshme. Ku është diaspora? Ta shoh pak. Janë të mrekullueshëm, nuk I dëgjova shumë. Janë të lodhur se kanë udhëtuar. Ku jeni? Ku e kam diasporën? Janë këtu gjithandej. Dhe tani një djalë që ka ardhur apo stafat nga Britania e Madhe do t'ju drejtohet. Përshëndetje të gjithëve dhe ju kërkoj ndjes për emocionin. Quhem Albano, do të përgëzoj pa përjashtim gjithë ju që sa vini e bëheni më shumë edhe pse dita e 13 e protestës. Veçanërisht prezantoj këto prindër të mrekullueshëm që kanë marrë guximin dhe kanë sjell edhe fëmijët e vegjël me to. Sepse për fat të keq tonin 35 vjet pas komunizmit, që vetëm forma dhe fytyra kanë ndryshuar, por jo përmbajtja, I kanë sjellë në vendin ton vetëm disfata të mëdha, kur për arsye që s'duhet të marrë shumë kohë, nuk mund ta lej pa përmend eksodin e 92-shit, luftën civile të 97-s, gërdecin 21 janarin dhe përcjelljen konstante në çdo lloj forme të rinisë shqiptare në trojet e huaja. Një prej tyre jam edhe unë. Pasi mbarova studimet e larta në 2017, vendosa të hiqi përfundimisht nga Shqipëria, jo sepse nuk e desha vendin tim, po sepse 27 vite pas lindjes, kjo klasë politike, pasi më kishte vrarë të shkuarën dhe të tashmen e asaj kohe, po siguroi që të vriste edhe të ardhmen. Jetova në Londër ilegalisht për 8.5 vite, e thënë ndryshe
8 ditëlindje larg njerëzve të zemrës. Për arsye të aplikimit për dokumenta, u detyrova u ktheva në Shqipëri. Çdo shija, ndërtime pafund që shërbenin si fasada, por me 1 milion shqiptar të larguar. 1 muaj më vonë e mora të drejtën për të kthyer në Angli, i thash vetes, ky vend ka mbaruar, po iki. Por jemi këtu sot në protestën e 13 vjesht. Shqipëria nuk ka vdekur, shqiptarët e vërtet janë gjallë, akoma. Po për sa kohë? U bëj thirrje diasporës, kudo që ndodhet, atyre që kanë mundësi udhtimi, eja në Shqipëri në vërtet. Eja të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të rrezojmë këtë sistem, që po na vret dhe të ardhmen e fëmijëve, nipëve e mbesave tona. Tek e fundit, ne nuk humbim asgjë, me një bilet kthehemi tek ai vend që ne i hapi dyert atëherë kur vendi jon nuk na donte. Kam dhe disa thirrje për të bërë. I bëj thirrje avokatit popullit Endri Shabani. Ku je? Populli yt është në halt madh. E nisë tradhtim nga Londra, erdhëm të takuam, të tërja premtime na dhe. Edi Rama, tradhtar kombi, Sali Berisha, non-gratist 24 orësh që statusin e non-gratistit ta jep Amerika dhe ta heqë Edi Rama. Ju ka ardhur fundi të bashkohemi, kur t'i bashkohem Metës dhe Lias, i tregoni kush e hodhi poshtë këtë sistem. Çuna dhe goca shqiptar që i quajtët zdromsa. Last but not least, Europe, Albania is calling. Answer, this is not about birds anymore, but snakes, and we are here to take down Medusa's head. Do you really want us to join you? Because we'd really love to. In the end, we are one of the oldest civilizations in Europe, and yet left alone right in the middle of Europe. Look around. Albanians are not the problem. Their corrupted government is. Been taking us hostage for the past 36 years while selling you, yes, you, European Union, dream full of lies in return for some grants given from you to support investments to uplift us. Let me reveal you a secret. That money is gone, and so the money of us.